Rreth 450 pëllumba nga qarku i Korçës do të marrin pjesë në etapën e tretë të garës së shkurtër për të rritur që zhvillohet në Prishtinë. Këta janë pëllumba të një lloji specifik të quajtur sportist apo postier, të aftë dhe të trajnuar për të përshkruar distanca të gjata. Në këtë garë pëllumba do të përshkruajnë një distancë prej gati 220 kilometrash për të kthyer në folet e tyre. Momentalisht ne jemi një shoqat jo fitim-pruste. Domethënë nuk ka asnjë lloj fitimi, nuk ka asnjë lloj përveç se sportit, adrenalinës që na krijojnë. Kjo është dhe në fund fare pasi ne domethënë mbyllen të gjitha sezonet, janë 2 sezone, që është sezoni i garave domethënë i pëllumave të maturuar edhe pëllumave të vegjël që është në shtator. Domethënë edhe këto të dyja garat federata pasaj na bëjmë ndarjen e trofeve. Ne të kemi rezultate të mira, sepse është një mund jashtëzakonisht i madh, duket realisht që është gjë pëllumb, por ka shumë përkushtim. Janë të shumtë qytetarët e pasionuar pas rritjes dhe stërvitjes së pëllumbave. Nga të gjitha zonat e qarkut, ata sollën pëllumbat për të marrë pjesë në këtë garë, të cilët ju nënshtruan edhe një procesi të vendosjes së çipit. Unë kam arritur deri në 200 tani, po flasim 135 kam. Ne i kemi të ndarë, sepse këta janë disa që i ndajmë vetëm për të lindur të vegjël, disa janë të vegjël që në muajin shtator bëjnë garat e tyre të moshës të tyre, kurse këta janë të rritur që shkojnë deri në 5 vjet mundet ti jetësh në për garat. Në 2003 kemi krijuar shoqatën e parë në Korçë. Kam 60 vjet, i kam pasion, i kam qef, i dua dhe i respektoj. Ky lloj pëllumbi është pëllumb sportiv, pëllumb që bëjmë gara. Këta duan një kujdes të veçantë, duan disiplinë, duan rregull. Unë kam 25 vite që merrem me këta pëllumba, kam jetuar në Belgjik edhe atje sporti ishte shumë i avancuar i pëllumbave. Këta pëllumba duan përkushtim. Këta pëllumba duan që të vegjël të stërvitës. Është si puna e një sportisti futbollist, e kupton. Ai do pastërtinë e vet, do trajtimin e vet, do ushqimin e vet, do dietën e vet. Një pëllumb mund të stërvitet që ta pastros, që ta ushqesh, ta ujitësh, t'ia ndrosh ushqimin. Nga gjithë Shqipëria në këtë garë do të marrin pjesë rreth 4000 pëllumba.